Jozi, duke e njohur mirë natyrën e Gjestit dhe dinamikën e tij me Eglin, vendos ta provokojë për ta parë reagimin e tij. Teksa qëndrojnë në oborrin e shtëpisë, ai afrohet Gjestit me një buzëqeshje ironike dhe i thotë: "Po sikur Egli të lërë, çfarë do bësh atëherë? A do ta kërkosh? A do ta ndjesh mungesën e saj? Apo ndoshta ke një tjetër plan rezervë?" Gjesti, i cili njihet për natyrën e tij të ftohtë dhe për faktin se nuk e përqen të vihet në vështirësi me pyetje të tilla, e shikon Jozin me një vështrim të prerë dhe pa u menduar shumë, i përgjigjet: "Mua nuk më intereson për Eglin. Ajo bën çfarë të doj, unë nuk jam i lidhur pas askujt. Në fund të fundit, unë jam Gjesti dhe askush nuk më lë mua, unë jam ai që vendos." Jozi buzëqesh me ironi, duke kuptuar se kjo përgjigje ishte tipike për Gjestin, por gjithsesi ai vazhdon ta sfidoj: "Mos u trego kaq i sigurt, vëlla. Mbase një ditë do e kuptosh se Egli të pëlqente më shumë nga sa e pranon vetë. Po sikur ajo të harrojë dhe të lidhet me dikë tjetër, a do të vriste sedra?" Gjesti qesh me një ton sfidues dhe i thotë: "Le të bëj çfarë të doj. Unë nuk kam nevojë për askënd dhe as nuk e humbas kohën duke u marrë me këto gjëra. Loja është lojë, Jozi. Kush nuk e kupton, mbetet i humbur." Duket qartë se ai përpiqet të ruajë një qëndrim të ftohtë dhe të distancuar, por disa banorë që ndjekin bisedën fillojnë të dyshojnë se ndoshta, thellë brenda vetes, Gjesti nuk është aq indiferent sa përpiqet të tregojë.